Eduard Trukas dhe sa me fat jam që ju kam që dëve. Faleminderit shumë. Në tonë live, pa ndërhymje, pa kurgjo, pa pro, kjo është dhe do pa filtera. Përshëndetje po i thomë shikuesve të radio televizionit 21, përshëndetje po i thomë shikuesve të emisionit Një kafe mlabin. Arjan, të regom ka të da ka mirë se më ka hup pak. Më kish marë malli më ndi 10 sekundëshin, kështu që edhe 10 sekonda. Faleminderit shumë, jam me fat dhe falenderues se cilit prej atyre që cilet fakt janë pjesë emisionit Një kafe mlabin, janë pjesë e pandashme e imi janë shma tepër që sonten këtë transmitim live ku jemi, ku unë paraprakisht po du Pesho qytetin gjithë të cep po më do këtë. Arjan, gjithë të cep po më do këtë që për një vend tjetër. E bukur. Veterniki ko ka izbras po më do këtë. Nuk ko ka i ngarkum qaqë. Asë qandra s'ko ka qaqë ngarkume. Edhe pse këtu mbrapa meje, po, mirë është. Krasim e djele, mirë. Ka qarkullim. Si do që tjetë, unë sonte, jam me fat, sepse unë thashtë edhe me fillim, ju kam edhe këtë sezon 3 të emisionit Një kafe mlabin. Ullë rahat për fillim, kështu, për fillim. Veç për du me të marrë me të mirë si Ljumin. Ljum, knatësi është që jemi bashkë. Taulant. Faleminderit shumë. Gjithmonë më fjalës bashku. Dhe qamë, e kemi provu Taulant jo me ty, po me Ljumin. Ti e ke provu të ftaftin. Na kena provu verën. E kena provu, dhe me thonë, me shku me shti plazh, në plazh, në rërë, me fut pianon. E kena provu në pishin mediteranit, me fut pianon nuj, përqë e futim edhe në borë. Edhe këtu të bajt katë. Edhe këtu najrë jemi. Jemi najrë edhe këtu, edhe une besoj dhe uroj që një edicion i bukur vjen edhe për shikuesit. Për shkak që ju nuk jeni gjatë gjithë kohës, keni me qenë kohë pas kohë. Këtë më varet edhe për musafirve, po prap, unë jam falenderues dhe jam me fat që ju kam edhe këtë sezon. Falenderit shumë. E sonte nuk na mungon muzika 100% live, e di, për shkak që kemi musafir edhe në pjesën e studios. Po e thëmë, falimderit ekipit Radio Televizionit 21, falimderit gjithë atyre të cilët fakt kanë bot pa mundshmen sonte këtë të djele edhe jashta orarit punës kanë dalë për me realizu labi emisionin Një kafe mlabin live. Pse? Po e thëmë, kom dash me realizu këtë emision për shkak që ju e dini që unë zakonisht gjithmonë jam mundu për shikuesit e mi shpërbly ko pas ko. Edhe sonte unë shpërblej ata cilët fakt janë sonte me mu. Për shkak që unë i kam 4 bileta ultimi bashkë me Prishtina Tiketin, qoftë ju që dëshironi në fakt me qenë pjesë e imja, por duke u përgjigjur në pyetjet e sakta që cilat fakt ju kërkoj, që kanë të bëjnë gjithçka me Prishtina Tiketin, po duke mos e haruar sepse 4 biletat ose vini ose shkoni prej Kosovës, diku se tash e kena mundësinë me lëviz prej një vend tjetër, e kemi pa pikë problemi. Jam me fat se unë në studion e emisionit Një kafe mlabin vazhdoj aromën e Pavini kafes, edhe Pavini kafe në kom edhe sonte, duke mos haruar sepse Pavini kafes është fal kompanisë Tafaj CO, e cila është pikërisht magistralen Suarek Prizren. Kështu që faleminderit kompania Tafaj, edhe sonte i kom 2 shpërblime prej atje, edhe 2 shpërblime që nuk janë të pakta, me pas 2 filtrime tujit, apo ma mirë me thonë 2 aparatat filtrimit tujit, do t'i kam prej kompanisë Tafaj. Unë për realizoj këtë edicion të Luna Resort, i cili është në Boge, edhe prej atje do t'vim në emisionet e para, edhe për 2 qifte, për 2 familje. Ma mirë me thonë, i kam 2 villa në dispozicion sonte që i dhuroj. Master Chef Steakhouse për ndryshe është rrugës për Gërmi, një steakhouse i mrekullueshëm, 2 darka qift prej atyit, Lakeside Hotel në Vërmic, 2 qifte shpërblejen sonte qëndrim 2 ditor atje, po besa edhe një dark të bukur prej Lakeside se ushqimin e kanë fenomenal. Jam me fat sepse në këtë rrugtim jam bashkë me Aria Petrolin. Falimderit Aria Petrolit që është pjesë e imja, pjesë e emisionit Një kafe mlabin, e dim që tek Aria Petrol i kam 4 vouchera për ndryshe më vlerë 50 eurove, karburant
ose mujnë me shfrytzu për shembull 30 euro karburant, pjesën tjetër me shku për shembull 20 euro o market, o në rrugë Sixt, o në restoranin ditor, kështu që 50 në komplet i shfrytëzon. Diçka e bukur vjen edhe prej Lavinot Gashit, baj valone, edhe prej valones vjen. Kështu që 2 par kostume të meshkujve son t'i dhuroj, por tek valone. Një fustan deri në vlerë 600 eurove jepet si dhurat për njërin prej telefonatave, por edhe duke më saruar, a kushton edhe një fustan tjetër, një telefonat tjetër që e merë, edhe një fustan tjetër që nëse fustani kushton 2.000 euro, ju e keni me 50%, e keni vetëm 1.000 euro. Kështu që e keni, i kam edhe 2 shpërblime prej valonës. Shumë shpërblime sonte, është kënaqësi me këta dytë këtu, ta ulant Lësheja Ulsen, për shkak se tani këto momente unë i thëmë live Rema Canollit, hajde e është si vera e nëzet, po e thëmë, si vera e nëzet, për shkak se Rema, po me muzik, po. Hajde, re. Para se me janis me këndu, unë për të thëmë faleminderit që të kam sonte pikërisht këtë vend në studio të Radio Televizionit 21, ku gjithçka unë thëmë nis edhe prej këtij vendi këtu ku jemi prej kësaj mrekullie. Si është e jam, jo, faleminderit shumë. Po, është e vërtet që karriera jam, nashta ju si këngëtare, po parashitet e mia të para e në konë prej 21 ma saksisht prej teje. Unë uroj edhe besoj se diçka të bukur kena me pas. Çka pëtë me më këndu fillimisht? Na e kemi po një provë të vogël. Okej. S'po të kallëzoj, veç shijoje. Unë për e shijoj dhe i pikën e fundit. Po e di që kom e shiju dhe pastaj me musafirin këtu, se çka kemi me folë sot. Të venitem si kandili kur s'ka vaj, balde pluhur do të bëhem të më shkelja këmbë saj e të tretem duke pudhur atë këmbën pas andaj e të tretem duke pudhur atë këmbën pas andaj. As më thua ç'ke me mua, pse të dua, pas kam faj, pse e shuna hidhërime, a nuk deksha ti mos vdekja ime s'të prish muna, a i zeza jetë haj. Vdekja ime s'të
Faleminderit. Rem, faleminderit shumë. E di që ko pas kohë do t'jemi kështu me interpretime live, edhe këtë moment u bënëm gati. Hej, edhe mu pas ka marrë valle me të ditu të thonë, do të thonë backstage, 10, 9, 8. Po, Interesant. vlera mu po më vjen mirë që jemi sonë të bashkë për të një kafe më labin. Ashtë ma tepër live. Faleminderit Lab, faleminderit në Stenishit dhe sigurisht në shpitami në Stenisht të shi dhe të ju. Është shumë interesant se gjithçka ka nizë, dhe me tonë fillimet dhe gjithçkafi të para janë pikresht prej këti vendi këto, prej kësaj studio po e thamë. Edhe pse me lokacion kemi qenë Jo, shqito veç pak ma nej. Pak ma shaton. Po prap në qendër. Ta shina më në qendër se në qendër. Po. Jo tash pëshojmë edhe ato, atje pëshojmë, këtë komplet pëshojmë, prej snaltit më ndoket. Ashtë qare. A je mirë ma sporti? Mas mirë Au të më botë. qëtësove? Unë e qetim gjithë. Po më ndoj, au qëtësove nuk po e flasë në aspektin e portaleve, po au qëtësove prej natës që e patëm. Dorën zemër, mas dasëm zatë natë, kur shkova në hotel në dhomë, po më do këtë, ku majtë pak ditarën qelë, edhe u konë shumë ftoft atë natë. Edhe në djerësit se që shumë Nata ma eftofte, u kone para parme, të më thonë gjithë ka dhe më thonë nata ma eftofte që atë natë. Jenë në vakime, gjithë shka kur që shumë këna valëzu, kështë që më ndaj i djerësit, pa po kurim qutë nesit, realisht s'ko mujtë më qëtë deri në ora 3, 4 mas ditë, se isha koqit komplet. Ariani si zakonisht që është në vërshë. Qabat Ariani, hajtë Ariani, hajtë Ariani. Po të të ajtë kry krejt obligime që është dashtë mi kry kur të martohër. Absolutisht, mëse ke dertë Ariani, pra të më heqë. Në regullë. është një mrekullu shumë. E di ku e gjuna, e di. E din. Kështë që, a mundesh me paramëndu të ashtë ti më të epo në që të kupje në vërsh, edhe ti që shpol që të koncentrosh, kur tonë kohën, me tonë kohë pas kohë. Isha dollë për studios të të kalëzoj. Të fala bën Arianit. Arian, të fala, të farimderit. E the që jam ftof, po edhe unë pak e di se prej asaj natë dhe me thonë edhe unë ftofa për shkak që ke shumë atmosferë, shumë vapa dhe kur dullim për jashtë, tani me ke nata me ftoft. Po bre, po na e bënë në mëzet pak. Po nëzet ke krejt më Ela, falemderit shumë për gjithë shka. Të kom vla edhe stara i kor. Je mi kish pistem, për s'po du tash edhe mi shfrizurasin që jena live, atë se s'ki qa më mbo, se në muna me fol. Që ti shumë gona është do me gjirime e kish prej gara. Të kisha thonë s'ki nevoj, e nalim që t'kjes. Falemderit ty për njërin që je edhe mikun në shpis tam, miku jam falemderit për krejt. Ty edhe familjes tonë, jam përjetësisht falemderus për gjithë shka. Edhe unë e familja ime edhe Nita. Unë mu më vjen mirë që, në fakt, edhe ti edhe Nita i jepet fund, për shkak që... Edhe më ke bo mu dokë shumë bukur për bëra i kështë me ato veshjen tonë dhe kështë që si gjithmonë. Edhe të labirat gashi, është sigurisht që sonte e Niva që kiri dhe shpërblime, thash, kur të kryrë intervjistën, ndalë ashtë në thirë në telefon nëse bënë. Se qa vëtë me fitu? Me fitu, vëllo. Qka vëtë me fitu? Na i katë. Pak i katat mija, përra më do t'i, pak ka katat mija, apet do në me fitu. Së është kur boll me katat e lapit, kur nuk e boll, Unë e di si qëre, ndëgjam, sa katin e kiti në shpe, sa katin e ki pas të Big Brother, veç kërë e konë. Edhe plus dhe me tonë, ti ma mirë sirë për Nitën, Nita i ka pas fustanat e parë, dhe me tonë të Valonës, po sirë për naj fustan. Edhe Nita shumë falenderus për Valon, për vellon, u dokët amazing. Okej, kështu që unë po ta japi prej këtu piloçkës zemrës që ta shko momentin në Lakeside, me shku 2 natë me Nitën bashkë, me përdor spahin, me përdor gjithë shkafin, edhe plus darkën e keni prej Lakeside. Falemderit shumë. Pibojna si honeymoon paka. Po, Bilem asi shkove 2 ditë. Dorën zemër është hotel joni preferum, jam edhe i Nitës Lakeside, kështu që me shumë përnësi. Kështu, po të regoj që na nuk njihem me Blerën edhe me Nitën, sidomos me Nitën nuk njina visht të dasma, se e përmendi Lakeside-in, e përmendi dhe me tonë me janis Ulqinin, e gjithë ka në ka rabë bashkë dhe me tonë. Blerën nuk është se shumë shpejt u takove me Nitën edhe vendosë më martu, po me Nitën ka ku një ko gjatë që jeni bashkë. Absolutisht. Një ko gjatë që jemi bashkë, sigurisht s'kom dashtë në asë një formë me dalë me dedikisht se s'ka nevoj. S'ka pas nevoj, kom djetë që ashtu, jem një mas mirë t'im botë dhe sigurisht që jam shumë i lumëtur edhe bja që
vazhdon me kon ajo, Nita është një vajzë super e mrekullueshme, për mua është një person jashtëzakonshëm në jetën time. Po do me thonë që nuk ka që ka qef këto show bizin ose medalën për. Kështu që nuk besoj që ka medalën ajerë Nita. Nuk i ditë jetës, po nuk për momentin se ka qef këtë pjesën, edhe në respektam punën time, por që falenderoj shumë. Edhe Nitën e familjen e saj edhe janë të mrekullueshëm. Blero, janë nisë për dark. Qysh? Janë nisë për dark edhe dull dasëm. Po pra? Që ti kalzaj është pak. Se më do këtë e kanë. Ja kanë nisë për dark, sigurisht dark kunërzimi. Tu zhënu, jo shok, jo koleg, jo është problem të ne dull një dashëm fantastike gjë që ne s'ko me arru kur, po t'i din shumë mire kom për fillimit me mua dhe kanë fillu për një dark diko 20 veta lajsa në konë, vetëm familje tona të ngushta, po ja që punën tam lab t'i edin është problem kër e thirë një mik shumë ngusht të ki tjetërin ma ndaj u bo, po pra përfundu me 120 veta kërkoj falje aty në që i kom harru, që i kom pashtu në rejtën e ngusht, por me të vërtet u kon pak e stresume, po është normal. Po ka njësë për darë kjo dull dasëm, po prapë se prapë për moshtë. Blero, pa marrë parasysh që do që tjetë gjithmonë një pjesë e lajmit. Të më tonë, a martesa, pa martesa, kem Big Brother, apo kudo që je, është pjesë e lajmit. Po du pak më ndalë tek Nita, jo tek Nita. Që shumë di Nita, ku faktikisht dhe më tonë për i shet shumicën e komenteve, për i shet shumicën e lajmeve, edhe pse zakonisht dhe më tonë Nita si Nit, unë e di fort, se është... Burimi më shkujt i lajmë, më falë, të falemderit për katin që ja ke burimit, blau tem. Burim, që e kërëva maretit, më zëm shkruj mo. Me falemderit. Më zëm shkruj mo. Okej, më falë, po. Thash, Nita në di dhe më thonë, se është një tip që është shumë e qetë edhe në që nuk intereson as shumë edhe ndështë komentet edhe rjetët sociale për shkak që ka qenë edhe shumë ma heret me ty edhe ka pa impaktin tënë dhe më thonë edhe ashtë ma tepër që bësh lajmë për gjithë shka. E përbaloj mirë këtë pjesë? Në asë një moment se kom vrejtë Nita që u kone stresume apo e mërzitne apo kur thjesht në këna vazhdo jetën tonë. Borëm dasëm, falenderit për këtë musafirë, falenderit për hotel Venusit, cilë me të vërtet në kanë dërru shumë, më falë, po... Jo, duhet pa tjetër, s'ka lidhja. Ti e din raportet të në me krejt që i ka mirë, me krejt hotelet e krejt salat e dasëm, dhe krejt të ratë. Bashkë, dhe Venusin falenderoj shumë për gjithë shka. Do me thonë, nësi moment se kom pa nitin që kone stresume, ma në basë dasëm së najsen, nuk e di, kom vrejt, normalisht më kanë që njerës do link, apo unë para prakisht kom folë shumë e Nitën edhe ajo e ka utu me mu shumë, e ka pa që botën tam, punën tam, edhe e ka kuptu që këtë është okej, më nënsi na me konë mirë. Sigurisht ne jetoj me një shtetë lirë, ku gjithë shka mund të thuhet dhe mund të komentohet apo tituj ndryshëm, nuk ka problem për neve, na okej. Për derisa nuk prej ka të ku s'duhet, këtë e kanë të drejtën e vetë me po. Blero, u mundove me mbajt shumë private. Shumë private, dhe më thonë me ikë, dhe më thonë po. U mundove, dhe më thonë me ikë prej media e për gjithë shkapet, po një fotografi e vogël e Nitës... Jo, atë këtë moment kër ishëm në dhomë të bisedu edhe ishin dritaret perdet e dhomës hapun, edhe me isha afer aty. Kërë më ke kapti mu, ikë i ki kamerat jashtë. Okej, ku janë me kamerat jashtë, ikë i ki kamerat. Unova, po, okej, tash, ajo është ditë pjesa ku unë, s'una mi e thamë musafir me hek një telefonat, është absurde. Po, me gjithat jemi shumë të lumëtur, ju që jeni ardhë, na keni ndëru, na keni zbukuru atë natën tonë, edhe është shumë normale, ajo e kom prit që mundet normalisht edhe me dane për portale, po është okej, normal. Së është kërgjë për më interes, e re. E kanë komentu pak Nitën që momentet caktu me vende, sidomos dhe më tonë, ka qenë si nervoz me qenë mrenda asaj nate. Shilab, jo, Nita është një person super e qetë të një. Po, shumë, ata shumë mire një. Super happy edhe është thjesht, ka shumë jetë brenda saj. E kuptojmë pjesën tjetër ku sigurisht
hera parë edhe është normal, ajo mund me kon pak e emocionume, edhe u kon emocionume pak, shumë normale. Jo pak po shumë. Unë që sigurisht, ta dashta. edhe unë jam kon emocionume shumë. Nita sidomos u kon emocionume, ka pas një stres, aq më tepër kur e mor vesh që kamerat janë për jashta, se Nita nuk e don kamerat, nuk e don kur shkafin, kështu që kur e mor vesh që janë kamerat, i hupi me një herë qerja pse kjo familja e vetë, njëkohësisht që nuk dojnë as pak me qenë pjesë showbizit apo pjesë medjave, se këta tut janë mësu, janë rrej që janë bërë. Ja, të mitë i shola më bënë adalë. Unë vi prej, sot është djele dhe isha ma heret me një takim familjar, sigurisht me familjen time, familjen Nitës, që i përshëndes shumë edhe u knaqëm shumë, edhe era direkt këtu. Biles më duket i nguta ata pak, i kërkoj falje, por se edhe në të na musafir, edhe u knaqëm shumë. Po sigurisht vjen për një familje super të shnosht, mirë, gjë që jam shumë i krenar me ta, edhe jemi shumë okej, nuk jam pjesë e showbizit, zdojnë me konë, absolutisht s'kanë bëj me këtë botë, më respektojnë që i falenderoj shumë. Po i falenderoj mas shumë të që ma kam besu Nitën, kështu që babës Nitës i falenderoj shumë. Se ajo është pak më strikt edhe, po është super njëri. Unë e di që jeta jo të vazhdon, në më thonë uroj që mi pas më të mirat e mundshme edhe ti edhe Nita, me qenë të lumtur bashkë edhe me nda të mirën edhe të keqen bashkë, po, që deri sa ne po flasim, këtë anën tjetër është veç bëdja e kurorëzimit. Po, ishte një moment shumë emocionus, edhe këto ishte kur erdhe Nita me Altinin, me vllaun e vogël, që më përshëndes edhe faleminderit që e prunin Nitën tonë. Të isha, da ma bon për hajra ju, po është Altini super djallë. Gjithë familjen Nitës e përshëndes, edhe familjen time, se s'po du mi lodh njerës, po du me thonë që, po, ti mire tha, u mundu më blab mi majt pak ma sekret, kuptimin, po, ja që dalim pamit, është shumë normale. Qa është më rëndësi që na jemi rehat, mirë, ja uroj që cilit njeri rehatin jetë edhe qetësin edhe dashnin edhe për mu është më rëndësi njeri me konë në shpirt rehat. Ardi Mirdoni, ka një koqerta senate, kështu që pi falenderoj. Falenderoj shumë Ardi Mirdonin, dhe me thonë, ata janë dy djemë të mrekullueshëm, ndikon shumë miq. Energjin që e ndaj me ta është e jashtëzakonshme sa herë takohemi na. Unë isha edhe ndasëm të Mirdoni, edhe kom kalu shumë mirë. Pse i zgjodha Ardin Mirdonin, me udhëheq dasmën, është një arsye shumë e thjeshtë, sepse janë të jashtëzakonshëm, janë super të mirë, e bojnë atmosferë top edhe thjesht unë u knaqa, besoj që musafirët e u knaqa, por njëkohësisht po du me falenderu edhe kolegë tjerë që ishën aty, të cilët me të vërtet e bëna një... Nuk kam dash me koni asë dasme të edin, asë show... Për shamu normalin e kom thirë mesh me najt. Po, mu knaq. Mesh mu knaq, edhe nëse e kom si vëlla, du shumë. Por... u që mund mes dasmes i thiri orkestrën e vetë. Shumë shpejt, do me thonë edhe... Për shamu Lilianën edhe Adrin. Edhe ata njejtë. Thjesht është na e kena shtu në gjak, da na shkona si musafirë, po pa jep një ra nuk buhet. A e din sa shumë të dua. Mandej Lori, tani... Shqiprimi. Qështu Robin. Robi ka qenë fantastik. Robert Bojaj, I love you, bro. Robi ka qenë fantastik. Robin edhe pjesa tjetër. Qa ka pas në Noru? Ka pas pjesa Noriku, të me thonë mësë me haru. Noriku ka... Mësë me haru Ukin, mësë me haru Albanin. Jo, vësh pak, datë këta dalë me njëherë, po të Noriku, falemderit që na ke që një link me 25.000 foto, edhe kom në avdesh tash një muj, me këshyrë të sa atë njëna. Po se, alo ta blerën s'ka mujtë me bo për shka që du i zgjithë patët është. Falemderit që na ke mënu shpirtin, Norik. Noriku është i jashtëzakonshëm, edhe falemderit që ka qenë pjesë e normalisht dasmës tonë. Mandej Uki Latifi. Albanin dhëtë me Albanin me ato stilat e ti, o pak ganga style, ja se ke patu na e këna pa. Na e këna pa. E një mos të folim ashtu se na është ta pishuja njerëve njerëzve, po du me thonë që
jam shumë i lumtur për dasmën tonë dhe gjithçka ka shku marrë mirë. Besoj që janë një që një koni një knaq dhe na keni zbukuru atë natën tonë. Blero, Ako na i pyetjet, shumë dikush garanta. Jo pyetjet sa unë kështë të e këqyrë për e manë shamba për shkak se po më shkrujnë edhe këta të lejsajt, dhe mendi po më shkrujnë aj, po më shkrujnë kë, kërë që po du më smaru kurin me të falenderimet këtu, edhe thash me budesat ma bojnë tak, kështu që njëtër së du për mrekulli valone. Faleminderit edhe që jam kujdes edhe për fustanat e njëtës. Absolutisht. Blera, që ka të re? A ka diçka të re? Dhe unë ka të reja... Po që të dhe unë, a ka diçka të re? Ka të reja. Ka të re. Qëka dojmë me zbulu sonte që ka të re? Këtë javë që vjene qes një kongë të re. Okej. Në videoklip. Me bashkëpunim apo vetë? Vetë. Është një kongë jashtë zakonshme që më të përru me Nurtelin. Nurtelin, po. është një kongë shumë interesant. është ritëm apo është balat? është veç ritëm. Ja, s'jena me vujtë mu. Mo, s'ka vujtë. Ja, s'ka vujtë. Tani dhe fotografi. I kena kry vujtjet, la. Blero, o krynë vujtjet, o krynë gjithë shkapi. Ritëm pëdojmë, por edhe në anën tjetër një nostalgji shumë të madhe e patët e 25 vjetore. Për shkak e kanë komentu njerëzit shumë, dhe më thonë, sidomos pjesën tënde që u këthyn hitet, u këthyn kohnat, u këthyn këgja një reminder i mirë, dhe më thonë, për gjeneratat e reja. Po du me falenderu lab, sinqerisht, për që kam qenë sigurisht pjesë e rrugtimit tëndë, unë jam shumë me fatë. Falenderit që më ke konsideru dhe falenderit që më ke pështet, të edhe njështë të nishë gjithmonë. 25 vjetori të ishte jashtë zakon shumë. Ishte një natë që s'harrohet, një gala mbrëmje. Sigurisht ajo ka marrë disa ditë mu realizu të edin që ke hek ti jo unë, po ti që ke hek, edhe vlazit tu e tani tu ti ekipa. Po do me thonë që ishte perfekte. Falenderit shumë që unë kam qenë pjesë e rrugtimit tëmë, po edhe që më përzgjodhe atë natë me nda disa prej kongëve të mija në 25 vjetorin tënë, sepse për mu konë shumë rëndësi se di intervjisën të më parë që kom bërë në televizionet shqiptare, ka qenë me ty. Edhe sigurisht jam shumë falenderus edhe ndihem shumë i privilegjum në këtë drejtim, edhe në që e pata atë pjesën të më përformimit, po një kësisht kam deshtë mu këthy edhe në rrugtim që këthy ti. Kam qenë shumë emocionum, po se di që njerëz e kanë prit atë pjesë, po ideja u konë mi këthy pak me nostalgji. Ideja u konë mi këthy në nostalgjin, por ideja ka qenë edhe rikëthimi, dhe më thonë, po, ideja ka qenë edhe rikëthimi pikërisht, dhe më thonë, bashkë i kongës Palma. Dhe më thonë, e denë fort mirë që kemi diskutu gjatë krejt, edhe kemi pas bashkë me bo edhe me rikëthy, dhe më thonë, tek 25 vjetori me qenë edhe shpati. Ti e denë fort mirë që jemi ndëgju në telefon s'disa herë, por nuk e pat fatin, dhe më thonë, nuk e pat mundësin, e dashti aj ma shumë, se sa që e dashtëm na këtë anë tjetër. E vërtet. Po e kemi folë, sigurisht edhe e kam shumë, s'po du me folë ndërsa shumë rreth kësaj çështje, po është shumë emocionuse. Qysh ta e ti pilona me ato që deshte ma shumë, aj sigurisht ma shumë se ne, edhe është, po shpesojmë parajs, edhe unë jam shumë falenderus që kom karame për unë, me njofë shpatin edhe si njëre, si familje, si krejt. Unë, se gjithë tjerët me ka thuj zemrat, por Zoti vendosë që shka. Sa jemi bashk këtu e përmendën njënën prej kongëve që në faktikisht duel shumë shpejt. E di që ti nuk ndalesh, për shkak që nuk është vetëm që kryon dhe më thonë për veti, por kryon edhe punon edhe për tjertë. Ka diçka të re të dikush tjetër që dhe më zbulu këtu? Kuna i ki punu që ta s'ma frek diçka? A di qysh, unë punoj, nuk jam shumë i aktivizum për tjertë shumë, po kur i kam do miqë, punoj për ta. Kemi punu
edhe kam shumë fat që për një merë rrethona me njerëz shumë talentum. Po s'po du me të cek, njerëz i lëshojnë projekte veta, mandej ata cekun kush ka punu, te ka punu. S'ka lidhje, ideja është me shku projekti mirë, po punojnë në lab, jam se me thonë shumë me fat që me të vërtet edhe ndasum ishin shumica e njerëzve më të afërt mi i produsun edhe tekstues. Dhe dyqysh ndashta dikush mes tyne kona i hatërmbejt aty këtu, po të unë vinë krejt. Edhe jam shumë falenderus edhe me të vërtet kur do që i kom diçka. Po? Thiret apo? Telefona. Qa ka lajpe. Dhe gjanë, për mësysh diçka dojtë, kjo kërsi fantazma për dhe Prishtinës. Fantazma e Prishtinës për cilët. A u konë dasën fantazma? U konë, jashtë u konë, po se ki pati. Po silër, jashtë ta dasën se cilë. Që edhe tash këto momente për ta shohim ku jena me rrugë, po më doket është të osilë për mbrapa. Ndëgjam për mësyshun e thamë, zakonisht edhe Remës në fillim mikrofonin ka haru me dhez, fjalët e para nuk u ndëgjun, po shumë shpejt. Më tonë kështu që duhet diçka kur jena live me ditë njerëzit që live jemi. Live shto e ka, tash në munëm edhe sigurisht teknikisht ajo jo neve po i ndodh gjithkuj. Ndodh dhe CNN, Lemo. Po, lemoneve këto. I kam shumë shpërblime që jepi sonte për shikuesit edhe nuk po du me të ndalë edhe shumë edhe me të marrë shumë ko, po... Se është të lujtë Barcelona për momentin se jam siklet. Sërëzështë ta? Me kanë është të lujtë ashtë se atë natë një natë para dasmës nga ki ljollë trunin nga ki ljollë me Realin në korë. është të lujtë po s'ka ti të kam vla. Tash me kanë të lujtë se atë natë nga ki ljollë trunin. Na e bëjshim planin që me bo nesër, 0-0 për momentin. 0-0 për momentin. Po, okej. Ishtë të lujtë me Realin këtë anën tjetër dhe më tonë gjatë gjithë kohës. Ti t'ja u ka se, ishëm të onë në banesë, po ishëm plane, sigurisht për të nesër, që isha jo... Këta falë që jo, unë, vispak, opa! A të bo, a bojt kjo, a bojmë këta, po më do këtë gol, po nalë mo... Kështu është. Po, dasë o bo me 13, jo me 12. Që, për shkak Barcelonës me Realin që ka lujtë, më tonë ka këtë dasmen, qëtën. Okej, faleminderit. Po, ja kena njësë dhe analizat e sportit, kështu që... Sociedad e ekipi vështirë. Të marë për mjerë shumë kërë se ta mërë. Për e mena është ta njështë e kuptojnë, për e mena live edhe sincerisht na jena shumë të lirë dhe qysh me labin flasë, qysh flasë edhe jashtë ta kamerave, edhe shpesoj që njerës ta kesh kuptojnë. Jo, as pak, nuk e besoj. Blero, dhe gjamë, të unë e flasin edhe ekipi, këtë komplet, kështu që ndërhyn, heq pa pik problemi, nuk është kjo diçka e natyrshme është që vjen edhe prej ekipit. Po më intereson kështu tek ajo shtëpia e famshme. Te shtëpia e famshme e Kosovës ke qenë edhe ti pjesë e saj. Kush është fituesi sipas teje? Te Big Brother Kosovë. Je të fol për Tiranë Kosovë? Po, Tiranë Kosovë, dhe më tonë. Dyat janë, dhe më tonë, dyat janë, por tek Big Brother Kosova, kush është fituesi? Hajde sipas teje. Pa kur par diskutimin e kësha e pa ti lëndrim? Lëndrimit, po. Po, a i menaj që meriton. E meriton. Menaj jone, unë sa kum po, qështu, kum del në Instagram, edhe kur më qoj linka, të pi provojës time, sa kum po, a ideali është shumë kreativ, interesant. Isholla e fiton maj miri, nuk e di. Kurse në Shqipëri s'kam ide s'kam, nuk e di kush atje. Shqipëria akoma herët për me vendosë, fillimit po hinë, po dalin, apo këta në më tonë është shumë herët, po të kjo e Kosovës të pyta për shkak se ke qenë edhe ti vetë. Pero, pa që fatë edhe kejtë mirat e Zotit, gëzot Zoti ty edhe njëtën e ishala me kejtë mirat e Zotit. Faleminderit. Dhe unë e di që ti kime qenë vazhdimisht dhe kime qenë pjesë e imja, pjesë e misionin një kafëm labin. Për kënaqësia ime dhe faleminderit shumë që kesh i pari live mbas sa viteve, më ke ndëru dhe mu, po zdi që me ta këti se me thonë të mirën lab ty, familjes tonde edhe sigurisht punës tonë në stelishit e kejtve. Na jena rritë me një kafe me labin, me ty lab, me gjitha emision që ke bote, jam shumë falenderus, unë dhe familja ime, edhe ta urojmë shëndetin, gjitha të mirat njëtë edhe që shtash atë natë në përvjetor
inshallah 25 tjera. Së gudzoj mi kalzu. Nuk gudzoj Arjan, një me 0 është në momentin. S'ko vajle, më starini. Pa mëra. Arjan, ma vonë shimi vlashkë. Një me 0 Barcelona, për momentin, për hu Barcelona. S'ko darë, pjesën e dy të këthejra, pa mëra. Okej. Blera, unë thash, me të e Prishtina tiketin një bilet, s'ki nevoj se i merë vetë biletat. E përshëndes Prishtina tiketin, e përshëndes Gencin, e kom shumë jaran. Shumë haver. Shumë haver, e kom Genci është i mrekullueshëm, gjithë djemt aty, sigurisht. Genci është i papam. Genci është Genci, në më thonë, veç tjerë, Genci, kom haru me ti ndasë më haver, më vjenë shumë keq, qa me bota, kom haru më. Po, të përshëndes shumë me Prishtina tiketin, mutoj me ta non-stop edhe i kom shumë për zamër, edhe janë sakt, janë të mrekullueshëm edhe janë gjiganta. Okej. Sa jemi bashkëtu, me Blerën përshëndetëm, me Remen edhe bashkë me Taulantin edhe Lumin do të qëndrojmë akoma, Bleroj pash këtë mirat e Zotit, edhe ne vazhdojmë të jemi bashkë me Radio Televizionin 21, e këto momente unë të më shohim diçka. Edhe për mu ke si një surprize pa pame, edhe që ta për e transmitoj sonte, se dhe aty kom thonë dhe ta transmitoj në emisionin e parë. Po nisemi drejt Bogës, po shkojmë të Luna Resort për me realizu emisionin Një kafe me labin, vend takimi janë tek Aria Petrol, gjithë shkapin për i pres musafert, për i pres ekipin e Radio Televizionin 21, tom kameramanave, nisjani për i nistenishit, filmoni, hajdin atona, ata kishin fillu me gjiru. Po e gjirojnë vetën rrugës, edhe po vinë, po marrin intervist mu. Merë diqka jashtëzakonisht interesant, kështu që përshohim pak qëshënar këta, intervistën bashkë me mu para arjes, edhe një farë mënyre, edhe i shohim zbulohen kush janë mësafirët e parë që vinë javën tjetër prej emisionit Një kafe me labin, për shkak se prej javës tjetër vjen një ndryshim këgja interesant për shikuesit, edhe unë po i ricikloj ndoshta emisionet e ato që i kom bo para shumë viteve, po i kthej tash për hir respektit dhe dashnisë emisionit shikuesve të Radio Televizionit se ne e marrën mend, do të thonë pikërisht Bogën, e marrën mend pikërisht ato emisionet. Është shumë e rëndësi lab mu kthy ato, sepse me të vërtetë është nostalgji. E para e dyta mendoj që edhe tash trit mundëm i pa për shembull për pak më herët kush qysh teksi, po është interesant edhe për neve sepse na i kemi harruar ato momente në farë forme. Dikush. Po kur ti shohim tash kemi qitë në YouTube apo? Po. Gjithë dal ngandal edhe bën shumë mirë sepse është arkiv e jonja e përbashkët, është vlerë, është pasuri e jonja e përbashkët, është punë e jonja e përbashkët. Fal teje sigurisht. Edhe në stenishit. Po është punë e përbashkët, kështu që bën shumë mirë, kum kallzove që kemi kthyer ato, për mua është e jashtëzakonshme sepse mua dhe më mbron mend s'ka ditë mi gjet dikon. E kupton? Se nesër muna tarës, mi thonë, këshyre këto, është për neve është vlerë e jashtëzakonshme, gjë që të jam shumë falenderës. Okej, përshikojmë këto momente atmosferën prej atje, e pastaj dhe më tonë këtena prapë në studio, dhe gradualisht edhe i publikojmë edhe numrat e telefonit pakës ma vonë, sepse mbi gjitha jeni ju shikues të cilët pak sonte, ju japë shumë shpërblime që jeni bashkë me mu. E shikojmë pak atmosfera. A e lëshove kështë e merisë? Hajde, po të buhëm pak si lobi kush. Pelujna lobi më pak, vetën se veç aj, one, na qita shti. Bojna na. Po buhëm, vetën se veç aj, tash po buhëm edhe na. Na qita shti e na të shku mu taku me lobin. Aj lobi, i sholla të na prit, që kena vënushëm lobit. U mësuaj me neve të? Po nejse, u mësuaj pak me neve, edhe tash... Qaj thojna këllona? Këlloni, thojna një ndeshje, një diqka edhe nëzirëm të qysh. Po tash qëre. Na tash pjanisëm kishe, a vedin një na të shkuna dikon, me gjiru, lobit të na prit, a vedin si tri pas i kërë... Skenore në lobit. Po të skenore në lobit, asë në shikus të nderuar, jeni këtu me neve, na jena në kjerë, me ato, i falenderojna këta ata, njena, kjo
Këto e kina 3, e kina morë këto me E veti. falenderojna pa vin kafe. Po, pa vinin, e këto sen, e të që hoj tjetër? Plot ka valloj. Po, qysh e ko kë e kremin, që po na rengoti me kafe, e riskumi, por e këta na që pi përmenëm do të me na pagu njëve. Po, na jepin para. A kush? Këta njëve do të me na pagu që pi bëjna na reklam. Po, Besoj që na shti, sholla lobi nuk thët pe fshina si të pjesë pe hekun, po na erujna vetë, të se na vetë prejna vetë, na vetë prejna vetë grina, kështu që ta shti na kur të mrina të lobi, pja bëjna lobit një intervist. Na pe morëm lobi në intervist, edhe të këshyrëm, qysh për agënaj, e vesëm diçka, na, ChatGPT në vesëm be, se në thjesht është bëjt ChatGPT në vesëm edhe na kalëzën ChatGPT a neve qa me vetë lobin. Ja bëjna lobi është një 70 i madh, flëk të bordha, që 25 vjetë në ekran, kalëzëna që atët me vetë. Edhe besoj që na kalëzëna e me vetë. Pe këshyrëm tash pak rrugëna edhe po nolëm. Nale, hajtë mosër, zgohë fort. S'ka minuta. S'pas ka faj lobi, ja. Langa, hajtë bëllë. Edhe të nale gjirimi. Edhe të kështë të nale gjirimi, hajtë. Shikut të nderuar, so po e gjetëm njërin kompetent për këtë punë. Si jeni? Ajni mirë? Ajni mirë? Ajni gusto që shja e mirë? Që shja e mirë, po hajtëni? Jem të më morë një gjithë intervjist, që që nga thash. Ku për nësën? Tëke. Ja o më sysh njëri, ta? Sezona e dimnit, Po. smut. Mirë s'mu dhe juve. Edhe njëve. Mirë s'mu dhe juve, mirë qaj. Ku jetë në shu? Në fakt, pika e nisi sot që kja, me në takimi, po presim me këta të tjeret, për sotit ja vëllëm një avantur të re, avantura është drejt Bolgës. Ja nisim me Bolgë, ku përfundojmë nuk e di. Stella ma e mirë, Të njërë, na kena linë në shumë. që na thëshë të jatën taksi. Të cëlla thëshë më thëshë Ku të keni tjera kjo, që du të pa pare me asë me qa. Da i kena kjera që atje. Shuj? Alban me meti qa. Që? Edhe këto e kena atje? Ai tam atje, po. Atje. Qa kena me Kena- bu atje? Kena shumë qka, po në fakt, masi këto po e përdorim për emisionin e parë, dhe për javës tjetër ja nisin mos bëllu dhe më të njerës, qa ka me pas mrenda për mrenda emisioneve, për shkak që emisionet e para ja nisin me Bolgën, dhe nuk e di, unë thash, nuk e di, kena me përfundu edhe me ato në kufinit, e di që në shok, veç Bigi për banë organizimin aton, e manin mend, dhe më tonë e dini që lobi edhe për para u konë Rukov, ku shkoj kërë në ato villat i bëjke emisionet e natës, emisionet e ditës, kështu që pe e këthejmë që atë aventur të ateshit. Ka 4 musafir jo në qdo javë, 4 musafir, edhe une si një koqër, bashkë me këtë ekipin, bashkë me juve, bashkë me Nisenishin. Me fjoll tjera pas kom bu knoq. Fjall minadia. Worken, qysh mi bjene, worken fun. Apo me full? Që ljab, se Hajde këto këtë. profesionera, unë të këka kjem me mojë këtë farë senin. Drejt, Ja po e faleminderit. shhojrin. Dhe me tonë qështu mohët, ha? Qysh du është të edhin, qysh mohët, na? Kalzëm tash ti mu, po, a jeni gaci me ju? Gjithë. Po. A dini qa keni me bu? Jo më, me gjiru. Na me gjiru. Qka veç di, veç me gjiru. Kushtëra, sa vjetë të bënë ty qe me mu? Kështu në teren me gjirime me kretë, 25 dhe ty. 26. A 26. qërë. Shumë më ti. O, zërë, 7 qërë. Prej fillimit. A përse që s'dim në majtë mikrofonin, qata? O, thosën e profesionera. Kapi një kamerat, nejni këtë mund. Okej. Se s'te këka për njëve. Ku jam këtë pjesë këtu, dhe më thonë, është pika e parë që vjen më tonë kufini, dhe më thonë, ku vjen prej Shqipërisë, pumpa e parë, apo tankshtilla e parë për juve diasporës, është Aria Petrolli. Kështu që, ndalun edhe ju, ashtu që ndalim edhe ne, mushim karburant, muj me përdor të kërutë XXX, muj me përdor restoranin ditor, edhe marketin besa, edhe munis drejt Prishtinës, apo Drenisës, apo ku do një se, ej, ku jena mëre? Në Komëran! Vesh të shekoni Drenicës.
kjo e fundit e cila fakt e pam pjesa e fundit e krejt kësaj, dhe më thonë është pikrisht prej Luna Resort në Boge e cila vjen, për shkak se prej atje, dhe më thonë do t'jemi javë për javë, por do t'jemi në lëvizje edhe në për vende tjera që ashtu që shkëzash të intervista, por duke më saruar sepse tani në këto momente dalin numrat e telefonit të radio televizionit 21, ja po i shohim, ku menire pas marketingut, unë do t'i pranoj telefonatat. Duke mos haruar sepse edhe Maj Garazha Pro për ndryshë është pjesë e emja, unë sidomos ku shkoj udhtoj drejt Zvicrës, e pa mundshme nëse udhtoj në Basel dhe se në Gjenevë, që mos shkoj tek Nagjia ose Besniku, edhe ta marrë një kerr rent. 2 makina rent Basel ose Gjenevë, për 2 telefonata, por edhe 2 servisime komplet për 2 prej shikuesve. Kështu që telefonata pa fund, ndoshta nuk kam kohë për shumë pyetje për shkak se më thot Ariani këto momente kam telefonatën e parë para marketingut. Hajde po e bëjmë me përhajr kështu. Telefonatën e parë, pas sa e sape po e pranoj. Hajde, përshëndetje kujt i themi? Përshëndetje. Nëse ka mundësi hajde të lutem Vizanin. Po përshëndetje, kujt i them? Përshëndetje dhe jo, dhe Jehona. Jehona, mbi emrin? Zabërgja. Zabërgja. Ku je jo, në cilin vend je? Në Vështre. Në Vështre. Qështë kemi Vështrinë sonte? Mirë. Atmosferë keni? Weekend. Weekend, është këtë njerëzit të rrinë në familje. Bravo. Jeni bashkë me mu me një kafe më labin? Po. Ajo ku mungu që shtu live, Valla, po. Okej, mas je telefonata e parë, se mas marketingut nuk ves, mas je telefonata e parë dhe telefonusja e parë, Jehon, e ke mundësi me zgjidh shka pëdan? Nuk e di, sa mujta me po, e ndëgjova këtë avtomjat, për tirat nuk i ndëgjova. Qa ndëgjove? Servisimi për avtomjat. Po, ndëgjam. Prishtina Tiketi janë 4 bileta. Njërën për biletave ke mundësi me marë. Është kompania Tafaj, filtrim tujit, aparat për filtrim tujit për shpe. Është Luna Resort që jep për weekend tek Luna Resort në Boge për familje një weekend, prem të shtunde dile. Është Masterchef Steakhouse, ofër gërmis restorant gjigant Steakhouse për ndryshe qift dark. Është Valone, po më dëgjan? Po. Jon, është Valone për ndryshe kostumet mashkujve 2 parë prej meje, ose një parë, dhe më thonë prej meje, por është edhe një fustan deri në vlerë 600 euro prej Valonës, por edhe një fustan nusrije që është 50%. Pastaj e kam prej Lakeside Hotelit qift me shku me kalu një weekend 2 natë, me përdor komplet hoteli me spa e me gjitha, një dark e ke, mrenda 2 natëve, edhe kjo që e përmenda Maj Garazha Pro për ndryshe që është në Basel edhe në Gjenevë. Kështu që cilën për e danë? A muj me marë fustanin? Fustanin. E Valonës në vlerë 600 euro, apo? Po. Deri në vlerë, deri në 600 euro, mund është marrë tek Valone, Jehon të lutëm. Masi je, do më thonë prej këtu, je prej Vështrës, ti shalut me letër njëftim, vjen drejt Valonës. Emnin e mbi emnin të ndekan, ti vjen me letër njëftim të andin, edhe bëm përzgjedhjen e fustanit. Faleminderit shumë, me njëre pas marketingut këthejemi. Po, për shohim sheshin e Vështrës këto momente, Ariani për ma të regon, wow, qëtë koka, me një kafe me labin e ason të Vështrëja. Falimderit Arian, falimderit, wow, Vështrë kem, ja ku ju emi edhe tash këto momente. Prej Prishtinës se live për shkojmë Vështrë. Marketing, me njerë pas marketingut, këthejem prak me telefonata tjera. Falimderit jam me fat Prishtina Tiketi që kam pandashëm pjesë të emisionit një kafe me labin, pa vinin për aromën e kafes që ma jep edhe në studion e emisionit një kafe me labin. Falimderit shumë që është pjesë e rrugtimit tem, është pjesë e jemja. Kështu që marketing, Aria Petrol, falimderit. Falimderit e pam edhe storien atje. Ta shëtutje, unë udhtoj kudrën për Kosovë bashkë me juve, sepse karburantin më të mirin vend e keni. Kështu që falimderit. Marketing, pas marketingut, telefonat një pas tjetërës.
mu dosh, mëlqia mu posh, sevdaja s'muosh nga bukuria saj. Amani, amani, shokalin maqani, sevdaja s'muosh nga bukuria saj. Kush niset me basefa në moshën e pleshëris, kush niset me basefa në moshën e pleshëris, mjera te që eren menja kujton ditët e rinis, mjera te që eren menja kujton ditët Plesharina s'kush se don, zemra jo nuk e pranon. Plesharina s'kush se don, zemra jo nuk e pranon. Të del një rrudh, të del një thin, koha ikën e mosha shkon. Të del një rrudh, të del një thin, koha ikën e mosha shkon. Faleminderit, po do astrokas për juve treve, kështu që kush niset me bose vda që ta malë shut po mdoket. 25 vjetë. 25 vjetë. Gjakova, 25 vjeqe. Kështu që po mdoket malë shut veç. Hajtë ju kalëzoj. Faleminderit shumë, faleminderit. Taulant, lirisht shkon anën tjetër edhe që të sëjo pusho, për shkak se jënë telefonatat edhe mos me tra për me ndajtin kam, për shkak unë po mundona bashkë me qenë me shikuesit, por edhe një falenderim shumë të madh, po duhet edhe njëherë për gjithë ju që fakt jeni shikues shumë të radio televizionit, jeni shikues shumë të emisionit Një Kafe Mlarit me Labin, jam falenderues, jam me fat secilit për juve, aq më tepër, atyre të cilët fakt janë sonte afër meje. Këto momente po isha edhe qytetet e Kosovës, po isha edhe qytetet edhe qytetat. Sa po muj me pa, Fushkosova, po Gjakova, Prishtina, Prizreni, Gjilani, edhe 2 kamerat e Prishtinës. Wow, disa vendet ndryshme të Kosovës live për momentin, ja ku e kemi edhe live Prishtinën, kryeqytetin. Prej radio televizionit 21 po e shohim këto momente. Kështu që faleminderit se cilët që jeni bashkë. 22:02 minuta tani këto momente është ora. Kujt i tham përshëndetje dhe kujt i tham mirë mbrëma, mirë se erdhe në radio televizionin 21 prej shikuesve. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, kush më thatë? Nexhmia nga Prishtina. Nexhmia mbi emrin? Koliqi. Nexhmia Koliqi. Uroj që sonte t'ja kalësh mirë bashkë me ne, bashkë me emisionin Një Kafe Mlabi. Po, faleminderit shumë, edhe jo jeni shumë të mirë. Shumë faleminderit. Nexhmia, respekt pa fund, unë e kam një bilet prej Prishtina tiketit për ty, por duhesh më përgjigjesh një pyetje. Po. Kush prej ftyrave publike që e din udhton me Prishtina tiketin? A e din dikant? Ka shumë ftyra publike që... Hajde vish njanin, kush udhton me ta? Hajde, vish njama. Besoj që edhe ti.
Kështu që unë po të thëmë kur dush e kini një bilet, ku do, a kjede ka në jashtë vendit? E kom vajzën në Gjermani. Vajzën në Gjermani. Ose shfrytëzon ti biletën për më shku të vajza në Gjermani, ose mundet vajza me shfrytëzu në emën tëndin për më ardhë prej Gjermanisë në Kosovë të këty. Cilin mundësi... A bon vajza me shfrytëzu se unë sa kam qenë? Po, vajza mundet. A ka mundësi të lutë në emnin e vajzës? Violeta. Violeta. Mbi emnin? Koliqi Salihu. Salihu. Po. Pa tjetër, unë i thamë që Violeta, nëse ka mundësi, të ta merë, të të shkruan tek Instagrami, ose edhe online tek Prishtina Tiketi, të ta dërgon edhe letërnjoftimin e saj, edhe të tregon që është njëra prej fituesave të emisionit Di Kafe Mlabin. Unë e dërgoj emnin, ata e kanë emnin pa tjetër të Violetës. Respekt pa fund, faleminderit shumë. Respekt, faleminderit. Kalim tek telefonata tjetër. Ale, përshëndetje, kujt i themi? Përshëndetje. Kush na thot përshëndetje? Valbona Grajqevci. Valbona Grajqevci. Grajqevci. Po. Valbon, prej kana telefonon? Prej Prishtinës. Prej Prishtinës. Ulpiana. Lagje Sulpiana. Valbon, sa vjeqare në falë je? Jo, non Je? Non e 3.000. Nane 3.000, dhe më tonë, nane 3.000, dhe më tonë kështu që a ka më knasit madhe se une të Luna Resort me ta jap një pushim weekend, bashkë me bashortin, bashkë me fmit, me shfrytzu, dhe më tonë 3 dit, 2 dit e shtunde djele, të Luna Resort e ki komplet villën të ande, e shfrytzon kur ta mërmendja ty që mundesh me shku. A do të tjetë prap juve një lajmëru, a moj këtë vikend? Valbona, cilin do vikend që ju e dëshirani, që po e shojim edhe ndalje tash tek Luna Resort, cilin do vikend, unë faktikisht e kam kontaktin për ma shambull, unë e kam t'jujin emnin dhe mbi emnin, edhe ju faktikisht tek Luna Resort, tek Instagrami tëne, shkruni edhe e qënë letërnjoftimi që ju jeni ajo fitusja, edhe cilin do prej jave mundesh. Nuk është të thonë me veç tani, po mundeni edhe ma vonë, edhe gjatë pranverës mundeni me shfrytëzu. Pa pik problemi, por logareqe që e kini vikend shtunde djele tek Luna Resort në Boge. Okej, faleminderit shumë juve, ju uroj natë mirë. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Po mundona mi mbajt shënimet, por kisha dasht nësë është e mundshme ose prej regjis Arjan, dikush prej regjis, mi mbajt edhe qëto shënime, ose dikush prej meje këtë anën tjetër, veç edhe mi shkru edhe ata që mos t'i ngatraj, dhe me thonë përgjithsi. Okej, kemi telefonat tjetër. Ale, përshëndetje, kujt i themi? Përshëndetje, Mirmama Lavi. Mirmama, kush më thot? Kenani nga Luceni. Kenani prej Lucenit. Kenan, mbi emrin të lutna? Kenan Haziri. Haziri. Kenan, ndështa... Mosi, po... Ndështa ma e rrugës është unë për ty, dhe më thonë një bilet për Prishtina Tiketit, po më përgjigj një pyetje. Mosi ti s'ke marrë nga unë një bakshesh kur ta kova në Lucen në më mbryke, atër në për marrë kësihona të kenja. Dhe më thonë, unë i baksheshën e me marë? Jo, ti mosi nuk e more kur takova vitin e kalum në shopping center në Mëmbryk, unë po e marë prej të jetash. Okej, kështu që unë pa marë parasysh faleminderit për respektin që ma jepni, sepse unë e di, jemi taku shpeshere për takuam me shumë shqiptarë të cilit faktit jetojnë në për vendet ndryshme. Lucenin e kom live tani këto momente, po e shet që është Lucenin mbrapa meje, është live këto momente, e përshëndes edhe Lirin, shokin tem që e kom atje në Lucen. Kenan, e kom një pyetje. A e din ku ndodhet Prishtina Tiketi, ku e ka bazën qëndrore? Cilin vend Zvicrës?
Në Berna? Bazel. Jo. Okej, Kenan. Kryeqyteti është Berni. Po veç kryeqyteti, unë nuk ta thash që në kryeqytet, se me ta thonë për ta japë, unë thash kryeqyteti do shta me ta spjegu shkronin e parë, e njëjtë është me kryeqytetin, po ti e dhe kryeqytetin. Jo, po jalo që dërkujnë këtë në regullë. Jo, Kenan, je telefonus, unë sonë dhe kej telefonus ku me shpërbly. Oke, faleminderit. Kështu që pri Prishtina Atiketit e kini bilet, dhe më thonë për marë drejt vendlindjes, kështu që prej Bazelit ose prej Cyrihit, ku ty ta mërmendja, mas mjeti. Oke, duhet më lajmëruati. Veç tek Instagrami Prishtina Atiketit hën, bënë follow, shkruju në Instagram që je foto letër njëftimin. Përshkak se ekipi i Prishtina Atiketit e din tani këto momente që veç edhe Kenan Aziri është fituesi i njërës prej biletave. Kur dëshiron e përcakton ti udhëtimin? Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Edhe online mundeni edhe ju të tjerët fakt cilët jeni bashkë me një kafe mlaben, mundeni me hy online tek Prishtina Atiketit me bërë rezervimin tuj, por ardhjen tuj drejt vendlindjes tuj, por edhe ne për Kosovës mundeni me shku drejt. 2 shpërblime më shkun për Prishtina Atiketit. 2 shkun edhe 2 më kanë betë. Alo, përshëndetje, kujti theme? Bleona. Edhe njere? Bleona. Bleona mbi emnin? Kurteshi. Nga telefonon? Nga Vitia. Nga Vitia. Bleon, je martume apo jo? Po e martume. E martume. Po du tek MasterChef Steakhouse një dark bashkë me bashkëshortin ti me pas. Për ndëgjaj. Po du tek njëri prej restorantave që e kemi të mirë këtu, është për ndryshe Steakhouse i maj mirë, edhe ofër gërmis, po du me ta japë një dark bashkë me bashkëshortin tëndë. Por, a mundësh vetëm nëse mundësh, prej vitis, nështë ta kënë dëgju, nështë ta që pjesë e ati Steakhouse është njëri prej këngëtarve me famë shumë të madhe, a i cilin fakt, dhe më thonë, pikrisht gjindet në Gjermani, por është njëri prej aksionarve të këti restorani. Mosun gut, shkronin e parë për ta japi, ko gja famë të madhe ka, Gjermanisht këndan edhe Shqip, a shkronja e parë. Mundësh me ditë? Një moment. Edhe njëre? Një moment. Vetë një moment. Po të ndimaj këgja shumë. Ardian Bujupi? E ndëgjove? Azeti. Kështu që njëri prej pronarve, po e thëmë kështu, ose njëri prej atyre të cilët fakte kanë Master Steakhouse, është edhe Azeti. Kështu që bashkë me bashkëshortin e keni e dark. Shkon, cilën na dush e ki mundësin, e shion darkën, ushqim të mrekullueshëm kanë, edhe vetëm shkon me letër njëftim, sepse ata e kanë emnin tëndë. Faleminderit Ekram, si zakonisht që je pjesë e imja emisionin Një Kafe Mlavin, edhe tani këto momente kafen e pavinit. Faleminderit shumë, faleminderit. Kemi telefonatën tjetër. Veç tut na Ajdar Zanin në studio. Përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, kujt i tham? Baresa Meta i Selmani. Edhe njerë të tutna? Mbaresa. Mbaresa. Po. Mbaresa. Selmani, apo? Po. Mbaresa, prej kana telefonon? Prej komunës Gjakov, shtati Dobrash. Që që kena Gjakovën sonte? Mirë. So, pak mirë. Mbares, ose ti, ose bashkëshorti është kush dënë, dhe me thonë, ose vllav, ose kush do i familjes. Në fakt, kur të vini për Gjakovës për me hinë komaran këtona,
pompa e parë e benzinit apo e karburanteve, do më thonë, është Aria Petrol. Kështu që prej Aria Petrol, në vlerë 50 eurove, e keni edhe karburant, ose mundën me shfrytzu vetëm 20 euro apo 30 euro karburant, apo 10 euro, tjerat me shfrytzu mrenda për mrenda marketit, sepse është marketi, është rrugë 66, për ndryshe, është edhe restorani, edhe të restorani mundëni. Kështu që unë për të jap këtë voucher prej Aria Petrolit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Bres, mos haro me letër njoftim, do më thonë shkon edhe tek Aria Petrol. Petrol edhe për shok të momente që Ariani ma ka qitë ndalje Gjakoven, live për këto momente. Okej, e jepëm edhe shpërblimin e partë tek Aria, hajde shkojmë të telefonata tjetër. Nuk po du me bo pytje, po du me jep telefonatave se koha po më shkon shumë shpejt, veç po du me jep shpërblime për shkak që nuk po du me bo pytje tashëtutje, po veç shpërblime po i japi. Përshëndetje, kujti themi? Përshëndetje, mirë mama. Mirë mama, kush të atat? Mehmet Gjuka, nga Drenasi. Mehmet, po? Mehmet Gjuka nga Drenasi. Gjoka nga Drenasja, po? Po. Kështë kemi Drenasin sonë të mirë? Mirë, vëllaj, koha mirë, më timen. Po më vjen mirë. Po bojmë. Po më vjen mirë. Masi është Aria Petrol në qatë pjesë që atona ka ju, kështu që më vlerë 50 euro dhe unë ty për të ajapë kuponin tek Aria Petrole. E deni dhe me thonë, ki pa, ka ronë sy? Po ku në Drenasa? Magistralen, Prishtin, Tiran, Prishtin, Prizren, Prishtin, Suarek, Prishtin, Malishev, Prishtin, Pej, Gjakov. E gjojmë. E gjonë, midis autostradës e ki. Do të gjojmë kësmet. Mehmet, unë vlerë 50 eurove, tek Aria mundësh me shkru. Falemderit shumë që ke sonë të bashkë me mu. Falemderit shumë Mehmetit, kalëm tek telefonata tjetër. Alo, përshëndetje, kujti themi? Alo? Alo? Përshëndetje. Po të gjonë, ma po? Po, natyrisht po. Më falë, të lutëm, emnin dhe mbjemnë, nëse banë. Arë për Zhaku nga Suareka. Faruk? Arë për Zhaku. Arë bë me 3 shkronja. Arb, apo? Po. Arb, po e kuptuva po mbjemnin? Për Zhaku. Për Gjaku, okej. Arb. Po, urdoni. Masi prej Suarekës për marë për Prishtinë, e ki qatë rrugë ki, dhe më thonë, tek Aria Petrol, kështë që edhe ty një voucher prej Aria Petrolit në vlerë 50 eurove. Faleminderit shumë. Qka dush mundesh me shfrytzu, dhe më thonë, edhe karburant krejt komplet 50 euro, po mundesh edhe me shfrytzu edhe tek marketi ose tek restorandi pa tjetër. Kështë që faleminderit shumë. Ardë për Gjaku, Aria, edhe njëm kam bet tek Aria edhe të tjerat, në fakt, okej, shkojmë tek telefonata tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po dëgjojmë? Përshëndetje. Përshëndetje, lapa po më dëgjon? Po, qëtash po? Arta në telefon. Arta, po? Besarta. Besarta mbi emrin? Jashari. Besartë pas ke emrin si Besarta e Jasharve e Madhja. Që që e gëzofsh. Edhe emrin edhe mbi emrin. Mburë me këtë mbi emrin. Këtë shqiptaria mburë me mbi emrin që e ke. Besartë. Pa tjetër. Ke dëshirë më ullëtu? Po. Kështu që me Prishtina tiketin e ke, më falë, një ullëtim, një bilet për ku do. Ku të aten leqka e zemrës. Faleminderit shumë. Ose që dënë mundesh me jep dikujna, apo po e shkruj në emën të tandin dhe më tonë Besarta Jashari. Okej, pasaj bisedojmë me Prishtina tiketin. Po, pa tjetër. Pa tjetër tek Instagrami, faleminderit shumë edhe dërgon edhe letrën njoftimin. Prishtina tiket. Nëse zgaboj, unë i kom jep deri këto momente 3 bileta. Edhe njëm kam bet. Kemi telefonat tjetër? Ale, përshëndetje. Përshëndetje. Kush në thot? Driloni. Drilon nga na telefonon? Prej Lucenit. Drilon, mbi emrin?
Drilan Dauti. Dauti. Drilan, i ki dy mundësi. Dy mundësi ki. Po t'i jepi dy mundësit po t'i ofroj. Maj pro garaja, për ndryshe, maj garaja pro është në Basel edhe në Gjenev. Apo dënë servisim të kerit më shku me bo, apo dënë bilet për Prishtina tiketit. Për mu, ma preferu me shkon bilet. Bilet. Po, kështu që Drilan, mirë se vjen në Kosovën të ndë dashur, bashkë me Prishtina tiket. Unë i kam japë, dhe me thonë, 4 biletat e Prishtina tiketit, 3 të Arjes, kam betë edhe një, e kam japë një vilë, në Boge tek Luna Resort, e kam japë edhe një fustan prej Valonës, e kam japë edhe një dark tek Master Chef Steakhouse, i cili është të Gërmia. Kom telefonat tjetër, ale përshëndetje. Ale përshëndetje, kam e të Lakeside. Kush më thot përshëndetje? Ardi Sufi. Ardi, prej kana telefonon? Nga Finlanda. Ardi, po? Kështu, unë po e du mas i jenë Finland, kur do që të vjen drejt Kosovës tënde, po të ajapi një mundësi nëse dënë me pa bukurin e Bogës, bashkë me familjen tënde një vikend tek Luna Resort. Se e di që mrekulli ka tek Finlanda jotë atje, por edhe mrekulli tana javlen dështë edhe të vizitohet. Nuk e di a ki qenë dhe njere në Boge, a ki qenë Rugov? Në Rugov jam konë. Je konë Rugov. Kështu që po e shojmë Rugoven edhe këto momente po mdoket, apo Finlanden, për Finlanden po e shojmë live. Këto momente për Helsinki ne kemi live, këto momente edhe në prapavi meje, po tek Luna Resort të pret nëse vjen kur do me familje. Faleminderit shumë, Ardi, faleminderit shumë, respekt për ty, respekt për familjen tënde. Sa e mi lumtur kur kam diasporën shikues emisionin Një Kafe me Labin. Kemi telefonatën tjetër, ale përshëndetje, kujt i themi? Edhe tek Luna Resort, unë i kom jap dy telefonatat, kështu që me Lunën jam përshëndet, me Prishtina tiketit jam përshëndet, me Lakeside-in, halas jam përshëndet, me pro garajën, jo. Kemi telefonat? Kemi telefonat? Hajde, okej? Qarë janë të thonë hajdon. Kemi telefonat. Përshëndetje, përshëndetje, kujt i themi? Përshëndetje. Kush nga thët? Albert Ljoski. Albert, apo? Po, Albert. Bert, mbi emrin? Ljoski. L-O-S-K-I. Ljoski. Po. Prej ka? Alo? Prej ka të kemi? Alo? Prej ka të kemi? Prej Gjakove. Gjakoves, a jenë Gjakova, po je jashtë vendit i ko? Ja, jam në Gjakove. Në Gjakov. Kështu? Ora. Mbler 50 eurove tek Arja Petrol. Arja Petrol? Po. Kur mu mi tërhek ato problem? Ti mi tërhek, paret nuk mundesh mi tërhek. Ja. Jo, pa tjetër, jo shpërblimin paret, po... Që Taulandi atje, Tauland, Gjakov, dhe qëmë. Mundesh më shku kur dush, prej nesër kur dush mos hara. Me letër njëftim, stafi e Arjes i kanë emrat e juj, me letër njëftim shkon, unë ja dërgoj emrin dhe mbi emrin tënd, edhe pa tjetër që mundesh me shfridzu dhe me thonë, më vlerë 50 eurove, qka dush mrenda për mrenda kompleksit Arja, se është një mrekullin, ndështë ta ja blenë dhe me shku me pi një kafe për qep. Faleminderit. Pa tjetër edhe për ju shpërndet shumë. Faleminderit shumë, edhe tek Arja Petrol i përfundova. Kemi telefonat tjetër, ale përshëndetje, kujt i themi? Ale përshëndetje. Përshëndetje. Jam Marzona Musliu.
Edhe një herë më një tutna? Erzona Muslio. Egzona Muslio. Egzona, po? Erzona. Muslio, po? Prej kana telefonon? Prej Ferizajit. Ferizajit. Erzan, unë më kanë bet qift tek Lakeside Hoteli, apo 50% tek Valone. Apo nëse dënë për vllaun, për babën, për kënd dush ty që ta mërmendja, ose nëse je martume për bashkëshortin, prej meje, prej Labinot Gashit një kostum. Qka, po ta epi mundësin? Ato të paren në qep. Cilën? Të paren? Të paren në qep. Lakeside Hotelin qefta, po? Po. Okej, kështu që të presin Lakeside Hoteli, me letër një ftim të lut në shkon, kështu që bashkë qeft jeni atje. Faleminderit shumë. Faleminderit për telefonatën. Edhe me Lakeside, po mduket, Lakeside Hotelin u përshëndeta, kështu që kena kalu mirë, po, jena knaqë. Dhe qamë, Ariana, a mujmë kështu, dhe më tërë, mi pranu edhe 2-3 telefonata me Lakeside-in po, e përfundova edhe me Lakeside-in po. Okej, My Garage Pro, në Zvicër, po, edhe një mundësi tjetër. Ju që një Kosovë, që e keni dikon Zvicër, mundeni nëse jeni, mundeni mi japë shpërblimin, po, të ke fundit mundeni me bo mirë edhe diçka. Një of dit, në Kosovë, My Garage Pro në Gjilan e ka edhe rentin. Një of dit me marrë një kërë rent. Pejap edhe qëta. Besnik falem, na gjie falem. Qa kam qave po tash, po duhet që shto. Okej, kemi telefonat. Ale, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na thatë? Përshëndetje. Po, dëgjaj, viq emrin të lutëm? Dibrana jeti. Dibrana, po? Po. Dibran, mbi emrin? Ajeti. Ajeti. Prej ka, Dibran? Prej ka të kemi? Prej Bazeli. Bazelit. Bravo. E din ku është My Pro Garaja? My Garaja Pro? Po, e dim. Kështu që, qka bëdën? A bëdën servisim, a bëdën rent? Servis. Servisim, bravo. Të do ka flu edhe servis, ja që kështu. Ej, shumë falimderit. U kryla mi. Falimderit shumë, respekt pa fund. Falimderit respekt edhe për ju, Lami. Falimderit shumë, miru takofshim edhe miru dëgjofshim, edhe herave tjera. Se unë kom qef edhe mu taku me qikujse, që ta shpeshere përdore, miru takofshim. Kemi telefonat tjetër? Kemi telefonat tjetër? Alo? Alo, përshëndetje. Po. Kush na telefonon? Jam Djelza Ramadani nga Prishtina. Djelza? Po. Ramadani, Prishtinë. Po. Dhe qëmë, janë dy mundësi, e treta mundësi është me diasporën. Mundësia e parë është për, më falë, sa vjeqare je? 22. 22. Për babin, për vllaun, për dikon të familjes, tek unë. Apo më shetë që jam vesh? Tek brendi jem, tek Labinot Gashi, që jam bashkë me Valonën, mund është një partesha, mund është një fustan, më vlerë, sa do vlera me qenë, 50% zbritje të Valone, ose, dikush që vjen prej diasporës, mundet me marrë një rent, një avdit të Garaja Pro që është në Gjilan. Aha, do me thonë në Kosovë nuk muna me shfrydzu ata rentin, a? Rentin mujmë me shfrydzu edhe në Kosovë, mujmë, po tash me bo mirë për... Nëse ma këshim mundësu mu, se vice ko marrë lejen, e nuk kam makine, thash kish qenë mirë.
Ariani, më thëtë realizator të më thënë kuku peprishki, sa ka marrë. Jo, e mundsojnë, pa tjetër. E mundsojnë se besnike e di që është zemër madhë, edhe në fakt jep. Kështu që pa pik problemi e ki, po, e mundsojmë. Djelza, urime, një javë dit, dhe më thonë, mundesh me marrë me shfrytzu. Qëre, dhe gjamë, nuk mu me ta jep naj përshëja, naj Ferrari. Ndë një pak ma të vogët sa me kry praktike një farë mënyre. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Okej, po e marim edhe një telefonat, ndështë mundet me qenë telefonata e fundit, për shkak që ju e dini minutat dhe sekundat ikin, e ashtë ma tepër ku i kam këta tret këtu, që pa tjetër dhe për fund duhet me na relaksu pak me ndoni kong. Kemi telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Alo? Përshëndetje, kujt i them? Alo? Po, dëgjohem. Faton Selmoni. Edhe njëra më një falë tutëm? Faton Selmoni. Faton Selmoni. Faton, nga je? Nga Prishtina. Faton, e ke dy mundësi. Mundësin e thash tek unë, dhe qka kostume për mashkuj, e ke mundësin të valone për dikën të familjes tonde, për një fustan që vlera, pësa do që tjetë vlera, po e ka me 50% zbritje, po është edhe një mundësi për dikën jashtë vendit e Garaja Pro, maj Pro Garaja për ndryshe, që është në Gjenev ose në Bazel, mundën me shfrytzu një servisim të kjerit. A egziston në i kustum për moshkuj, për djoli? Po, pa tjetër. Okej. Faton. Djoli e mor lidhjen, kështu që kustumin për djolin është nërë mosh 18 vjetë. U kry? Kam që në ndëgjam, unë kam dhe më tonë sidomos për wedding, dhe më tonë për ata që martohen, por ka zgjidhjen dhe më tonë edhe për matri. Kështu që pa tjetër e pres të lokali prej nesër, kur do, edhe nesër për pat mundësi djali bas dite pas orës 13, jom edhe unë aty të takojmë drejt për së drejtje bashkë. Okej, nështë 90% vjen djali mu taku me ty. Faton, faleminderit shumë, Fatoni. E kush mu lajmë? Vyte ti do të... Jam unë, është e kremi, unë e kremi, pa qëllu, është e pa mund që me dikush atë tek valone. Faleminderit shumë, faleminderit. Faleminderit ty dhe televizionit shumë. Faleminderit, sa jam me fatë, sa jam falenderus, nuk e keni idin se cilit për juve që keni qenë dhe vazhdoni tjeni pjesë e imja, pjesë e rati televizionit njës të ne. Kisha dash dikush që martohet, bre, Arian, vish edhe një telefonat me gjithë, nëse është e mund që me një telefonat që martohet dikush, pse jo mësë me abo fustanin 50% zbritje. Hajde, okej. E kemi një telefonat, alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush në thatë? Edita Kelmendi. Edita, po? Po. Kelmendi. Po. Nga na telefonon Edita? Nga Zvicra, Sant Morici. Nga? Sant Morici, në Zvicr. Zvicra. Na i dorë se ma e kisi vjetë? Unë se kom veç dorë qikës motrës. Qika motrës. Mblerë, në gjamë, jonë dy mundësi. Po ta jepi njënën prej mundësive për zgjede. A përdon qikës motrës dhurat mi bo diqka prej valonës, që mundet marrë me përzgjedh një fustan, nësë është qmimi, hajde, 3.000 euro, e merë për 1.500. Nësë është qmimi 600 euro, e merë për 300 euro. Dhe me thonë 50% e ka zbritje cilin do prej fustanave, po apo donë bashkëshortit saj mi abo një dhurat për i brendit Labinat Gashit. Kostume për mashkuj. Qikës motrës. Qikës motrës. Ma të rego emnin të lutëm? Brikena Krasniqi. Brikena Krasniqi? Po. Kena Krasniqi. Po.
mundet kur dënë, me shku drejt Valonës, emnin e mbi emnin e ka, me letër njoftim, edhe 50% qka dënë e ka prej Valonës. Falemderit shumë, falemderit se cilit për juve. Jom me faca, jom falenderu se cilit prej shikuesve të radio televizionit njës të ne, shikuesve të emisionit të kapëm lapin. Okej, po du me këndu edhe më pasaj, do më thonë, me rejmen një biset shumë shkurt edhe me përfundu. Po, qka po kënojmë që tash? Qka po kënojmë? Lavi, shash këshumë shku me një balad, për Hajt, fund. për fund kështu, po do një me mësi me kajtash, ha? Jo, me kajtë. Okej, po e përfundojmë baladën, e marrë edhe unë pak vetën prej telefonatave, e pastaj filloj edhe bashkë një biset bashkë me ty. Më duhet me shiu kapën e pavinit, pak se nuk pata mundësi, e kremi ma sjeli, po s'pata mundësi me shiu. Okej, vazhdojmë, shkojmë. Live 100%. Të ti urej, pa ty kur jam, sa do doja ty të kisha pram, vetësi me jo s'mund t'ja fal, tani që së kam ndjehem i hua. Dua të më ndjesh, dua të më falësh, dua të t'i them dy fjallë që kur s'ti tash. Dua të më ndjesh, dua të më falësh, dua të të them të dua ti më falë. E pranoj në shpirt se fajtur jam, e pranoj që kur s'të thash të dua, dhe në zemrën time ndjej shumë tani që s'të kam ndjehem i hua. Dua të më ndjesh, dua të më falësh, dua të t'i them dy fjallë që kur s'ti tash. Dua të më ndjesh, dua të më falësh, dua të të them të dua ti më falë. Ej, mrekulli jeni. Falemderit shumë edhe live që
kjo është. Ma e mira. Që kjo ma e mira. Rem, mu po më vjen mirë që një farë mënyre jemi bashkë, edhe që ma tepër, hajde, apo do marrë këtë anën tjetër, hajde këto, hajde të une. Hajde këtë anën tjetër këtu, se jemi në minutat edhe pjesën e fundit, edhe unë prej thome dhe shikuesve që prej javës tjetër vim me një koncept edhe me një format tjetër të emisionit Një Kafë Mlavin. Po, kur jemi bashkë këtu, unë di që për me këndu nuk priton as pak heq, për me këndu e sidomos live-in. Po, ka diçka tre kështu për furrës në i send, ka në furë diçka, hajde, qëli qatë furën, kalëzëm, ka diçka që ki përgadit në i send për shkak që unë thash, ti nuk priton live, po duhet edhe diçka me ndoni videoklip, diçka. Po, është e vërtet që unë qëtu e kom gjetë vetën shumë mirë dhe jam fatkeqësisht në atë komfort zonën tem, edhe diçka i kom su prej jetës që senët e reja, të mira, që a i planifikoj, mës me bo shumë publike, kështu që s'maj me folë kur gjonë qëtë aspekt. Dhe me thonë, kur gjësë për folim, dhe me thonë, sa i përket armës për folim që to që ka i kena kështu. Nuk i ki problem live. Sa është përgjësia e madhe, dhe me thonë, prej një vend tjetër me qenë pjesë darsmave? është përgjësia e madhe, pa dyshim, po dikur ja merë dorën, qa që letë se shkojnë senët, sa që nuk do këtë kur gjo diçka e vështirë. Rem, unë po e di që edhe në përdasma po je shpesh, po je vetë edhe po je pjesë me këngëtarë tjerë që janë. Cila ma e mirë, a vetë kur je medikant? Definitivisht e dyjat janë shumë të mira. Kur je medikant, përgjithësia është ma e vogël, lodhja është shumë ma e vogël, të e marë parasysh që ka njerë dasma që din me konë ma krejt ofër, ka njerë ki nevoja është me konë pak ma qel, me pushu pak, edhe është shumë nice me shku edhe si këngëtare e dytë. Dhe më thonë, e mira në dy anë, dhe më thonë, pak ma lodhja është kur je vetë, po je ma e rejtë, dhe më thonë, krasim me këta këngëtarë që faktikisht janë për dasma. Din mos respekt? Tom drejton mu s'un ka ra najherë, diçka në eksperiencë keqe me pas. As njëherë. Nashta edhe unë tipin e kam jam shumë e ofert kështu, edhe s'um ka ndodhë diçka. Rem, prej asaj kohë që në fakt kemi qenë zbashku të unë jam të Maldeli, a e ki taku dikën për asaj kohë? Po, unë me Drilon Mullollin, e përshëndesim, kam shumë shoqni të mirë, për ndrysha i tash është i martu me shoqen e feminist që jom rrit me ta. Je rrit bashkë, po. E kështu që mësitni jam shkon mirë. Mësitni, a kështu që, dhe më thonë mësite e konë për Drilonin, edhe vazhdojnë me pas raportet. Po me dikën tjetër prej qikave, prej... E ki taku na i darsëm dikën? Se o shumë interesant darsëm, ti të kënu edhe me taku dikën. S'po kujtohet na i sen, jo. Se unë zakonisht kur po jam në përdasma, kur po vjen dikush dhe po më të lapa, po më në menë, po të më po. Po të maj mente, unë jam të modeli e konë që kë, e konë kë. S'po kujtohet na i sen kështu, jo. Unë e di që kur jemi bashkë me shikuesit, zakonisht edhe kur jemi në transmitime live, gjithë shkapi vjen e papritme. Pak një ndoni moment që unë nive në siklet me këta dytë? Me këta dytë absolutikisht jo, janë tepër të mrekullueshëm, për një me për thamë këta jo veç pëse jemi para televizionit. Momenti vetëm e siklet shumë kja që me sa duket unë e harova me dhez mikrofonin, po me dijen ta me kom dhez, po me sa duket unë e harova qaj kej vetëm i moment. Po jo diçka, jemi mësuna non-stop para njerëzve, qa do që ndodhë e marrë shumë kështu me letësi se kjo është jeta. Kjo jeta. Rem, unë e di që na kena me qenë bashkë, e di që je pjesë e shumë aktivitetave ndërsa që i bëju në jashtë kamerës, se je pjesë e jemja, uroj që t'jemi gjithmonë për të mira dhe për gëzime. Zbashku, punov shneta edhe këndofsh gjithmonë. Shumë faleminderit. Një përshëndetje për që familjes tënde për shkak që ata kanë qenë prej fillimit në mbështetja jote kryesore. Shumë e vërtetë, edhe unë i përqafoj krejt. Edhe kështu që pyuroj që me pas edhe ata gjithë të mirë edhe më mburë më faktikisht me ty. Me suksesin e të rritur atë me gjithë shkapin. Pa juve s'kam kur gjo, kështu që faleminderit dyve që ju kam pjesë. Kështu, ngam, Rem, edhe njerë për të hapi dorem, faleminderit, shumë faleminderit. Respekt pa fund. Juve dyve,
po i thonë faleminderit kështu që kena më pa, për shkak, po e du... Borën në shi. Po, borën në shi, na kena më pa, mos t'ja marrë granitit toftë në zeta, shaj, du na vendoj, borën në shi. Unë e di që me njerë pas emisionit Një Kafe Mlabin, na veç po futemi pak sa në terminet e emisionit sportit 2001, kështu që kërkoj falje për gjithë kolegë, po du, kur jem në fund këtu në zakonisht, dhe më thonë gjithmonë kom kërku. Nisë janë jo përmbyllën e bashkë me këta, e une po du me përmbyllë me shku në realizem. Zakonisht kom bo kështu gjithmonë, të Një Kafe Mlabin për para Arian, du shumë, për para se kom pas zërë, se lejsha bleronën këto, e shkejsha unë dhe regjia atje. Diçka për fund kështu, ato të shpicën e fundit. Pjesën e realizimit dhe sa taulante i bashkë me Lumin në atonën tjetër po performojnë. Unë jam këtë pjesë këtu në zakonisht tek realizimi i emisionit Një Kafe Mlabin, apo tek kjo pjesë e bukur e radio-televizionit istëne. Ulla edhe unë, po e shqihaj këtu. Arian, faleminderit, Hajdar, faleminderit për punën e mrekullueshme. Qa mi ju thonë? Qa mi ju thonë? Natën e mirë, Ibra po më thëtë natën e mirë, thuj. Hajde, abet. Jo, po du një falenderim për së cilin për juve, këtëm një ka kamera atje. Ja bëjmë me dorë, jam me fatë dhe falenderu së cilit për juve që e një pjesë e pandash me jemja. Shikusëve të radio televizionit një stëne, i thëmë, ju du pa fund, vazhdoni t'jeni bashkë me radio televizionit një stëne, sepse gjdo dit e ma shumë, por rritemi falë jush dhe bashkëpunimit që i kemi të përbashkët. Prej javës tjetër, vi me një koncept krejtësisht ndryshe prej Bogës e prej qyteteve, vendeve të ndryshme të Kosovës, por edhe ma tonë kufinit, prej Macedonisë, Veriu, do t'jemi edhe atje prej Shapkës me emisionet Një Kafe Mlabin. Por, jam me fatë dhe falenderues Prishtina Tiketit, Pavinit për aromën e kafës, por edhe duke mos haruar sepse unë pjesë timen e kam kompanin Tafaj CO. Arian, tek telefonatat, unë nuk e kom jep dy shpërblime. Dy shpërblime prej Tafaj CO, për filtrimin e ujit. Kështu që na jetojmë Prishtinë, një po ta japi ty, e një po japi Ibrës. Dhe më thonë, me filtru ujin, edhe me pi uj, po, që më napon kur të veshka, kështu që një filtrim të ujit, kështu që po japi dy pompat e filtrimit, juve dëve këto. Qëre, Ibrës mu mi jep edhe naj voucher prej Aria, se ka qef dhe më thonë, prej Aria Petrolit. Apëtëm prej Aria Petrolit. Po ta jep... I kam do të njëfë shumë të fëmit vogël edhe... Kështu që, okej, o kryb të Aria Petrol, karburant, Ibra shkon bushët edhe... Okej, faleminderit shumë për i thëmë shikuesve të radio televizionit një stëne, edhe shihemi javën tjetër me Një Kafe Mlabin. Tung, tung.